sot e kemi drejtorin e RTK Radios Arsim Halilin që do të flet pikërisht edhe për festivalin. Edhe pyetja e parë që shkon, kush është më i fortë, radio o televizioni? Dyat. Kjo ishte përgjigje diplomatike, sepse me thonë radio i vjen që pak subjektive. Nisë erdhe në punë shumë e madhe, në fakt është duke u bë edhe vitin e kaluar ka qenë kësaj, po edhe tani po flas gjithmonë për radio, sepse një gjë shumë e bukur që vrehet është pikërisht ajo puna që është punuar mbrapa skenave, edhe që sot botë është si më thon, nëse i shohim festivalet të ndryshme që ndodhen gjithandej në botë, ajo që ndodh backstage është pjesa më e bukur, sepse ne e shohim festivalin, i shohim gjithë artistët, i shohim gjithë to. Por ajo që ndodh mbrapa nuk e sheh askush. Ne po mundohemi këtë ta bëjmë. Ju faktikisht jeni e keni iniciuar, keni përkrah këtë ide qysh a je çatë me mua jo. Okej, atëherë fillimisht faleminderit shumë për ftesën, ty Haki edhe Laura. Faleminderit. Është kënaqësi për të qenë pjesë e emisionit, sidomos në këtë periudhë shumë dinamike, edhe tensionuar, me adrenalinë madhe si Radio Kosovë, si ekip i përbashkët. Më është kënaqësi shumë e madhe, absolutisht festivali Këngës është një ngjarje e madhe kulturore e vendit. Domethënë ngjarja më e madhe e vitit për RTK-n si institucion. Është shumë mirë që ka filluar të mbahet, domethënë fal mbështetjes edhe përkrahjes që kemi pasur prej Ministrisë Kulturës, edhe si menaxhiment e kemi iniciuar, tash është edicioni i tretë. Besoj që ja kemi marrë dorën edhe gradualisht jemi duke shkuar hapave të sigurt. Domethënë është një ndërmarrje shumë e madhe, edhe është një mundësi e veçantë e Radio Kosovës si transmetues publik edhe si medium për të qenë më afër dëgjuesit, edhe për të përcjell emocionet edhe gjithë atë punë të madhe që bëhet prej ekipit të radios dhe televizionit te çdo shtëpi, te çdo familje, po ashtu edhe te çdo vetur, se ne kemi edhe dëgjues të mëdhenj që na ndjekin nëpër vetura, po ashtu edhe në diasporë, domethënë pjesa jonë më e rëndësishme, domethënë që kemi dëgjues të rregullt çdoditshëm, të cilët i falenderoj në muajin gjallë, edhe natyrisht që është një dritare e informimit Radio Kosova për ta. Natyrisht gjithë këto emisione na duhet të përcjellen përmes transmetuesit publik përmes Radio Kosovës. Sa i përket angazhimit të radios, domethënë puna në radio, po ashtu edhe në televizion për festivalin, fillon në momentin kur përmbyllet një edicion. Domethënë, po faza më dinamike ka qenë muajt e fundit, domethënë si ekip, jo keni qenë edhe bashkë pjesë e ekipit. Keni marrë takime të vazhdueshme para se mu brumos një skemë programore speciale. Kemi filluar me datën 20, dikush ka thonë që mos është pak herët, po megjithatë nuk është herët. Si unë për shembull që pas ka me të vërtet çka edhe me flas. Por shkak se kjo është një fest, nuk duhet konsiderohet si një ngjarje që zgjat veç 3 ditë. Është një fest ku ne ngjarje historike ku ne e kemi përbërsh për obligim mi promovu edhe mi përkrah talentet e ri që dojnë, domethënë që jam syn këtij zanati, edhe është mirë si Radio Kosovë dhe si RTK të japim ta përmbushim misionin tonë që të japim përkrahje aty në njerëzve, ti promovojmë sa më shumë në radio, edhe ti njeh publiku. Nuk është ideja që ata veç të marrin pjesë në festival, po pas këtij festivali me siguri të vazhdojnë karrierën e tyre. Na e dim që në të kaluamën, domethënë përmes Radio Prishtinës kanë dalë talent edhe këngëtar të famshëm, të cilët shumica prej tyre tash më nuk i kemi në mesin tonë, por kanë lënë. Për shembull kënga e kujtoja takim që e përmes Kikës që e kishte përgatitur edhe materialin që kishte dalë pikërisht është bërë edhe popullarizuar nga akordet e shumë të tjera, por ajo që na kujtohet edhe e mbajmë në mend gjithë secili që e njeh edhe e pëlqen atë këngë, që nuk do të na kishte marrë mendja që pikërisht buron nga akordet qysh prej 63-s. Drejtor, përveç që po dëgjohemi, je kujdes edhe dëgjues me pa përmes syrit të radios, por edhe me sjell video. Radio Kosova çdo ditë është atje të themi edhe para televizionit, po sjell pamje nga provat. Po pjesë shumë e rëndësishme është edhe paraqitja jonë online, për shkak se du të përshtatemi me trendet e reja, përveç formës klasike, tradicionale të shpërndarjes së sinjalit përmes frekuencave FM. Natyrisht që ne kemi edhe platformat tona në rrjetet sociale, sikurse kemi faqen tonë zyrtare në Facebook, po ashtu edhe një YouTube, që njëkohësisht i ftoj edhe dëgjuesit që janë duke na ndjekur, që t'ja bojnë follow edhe subscribe, domethënë faqet tona për të njoftuar në YouTube me përmbajtjen me emrin Radio Kosova, domethënë, dhe aty publikohen të gjitha materialet përveç pjesës audio që transmetohet direkt edhe në formë të incizuar të rekorduar në dy kanalet e Radio Kosovës, po ashtu përmbajtja jonë vizuale transmetohet edhe në mediat online, mediat moderne tash që kanë qasje më shumë të rinjt. Ideja jonë është që të deportojmë sa më shumë të grup mosha të ndryshme dhe të njoftojmë për punën që po bëhet edhe për këtë ndërmarrje
të përbashkët që kemi për këtë festival të rëndësishëm. Natyrisht aty çdo ditë postojmë materiale të ndryshme nga prapaskenat, nga provat, të cilat kanë nisur prej të hënës, domethënë është faza kur këngëtarët i bëjnë provat e para me orkestër, domethënë pjesë shumë e rëndësishme ku përcillen emocionet, ku ata tregojnë për provojën e tyre, pjesëmarrjen në qoftë për herë të parë, sepse në këtë edicion sipas edhe drejtorit artistik të festivalit kemi një prurje shumë më të mirë se në 2 edicionet e kaluara, ka pasur më shumë të interesuar, që kjo është një indikator i mirë, domethënë se ka po shkon festivali që ndërton një lloj reputacioni dhe një besueshmëri te publiko, domethënë kanë qenë gjithsejt, nëse s'gaboj 40 aplikacione, prej tyre janë përzgjedhur 20, ka cilësi sipas drejtorit artistik, se normal unë jam drejtori i radios, duhet të flas më shumë për pjesën e mbulimit tonë si medium. Po sa i përket pjesës artistike, edhe mbas asaj që kam dëgjuar për drejtorit artistik, është fakti se ka cilësi, ka prurje, ka gjenerata ndryshme të artistëve, qoftë që marrin pjesë për herë të parë, qoftë edhe që janë edhe për herë të dytë ose kanë përvojë, kanë grupmosha të ndryshme, ka stile të ndryshme. Besoj që publiku do të jetë i kënaqur me përmbajtjen si vjet që do të ketë festivali. Natyrisht që shihet janë personale, dikujt mund të pëlqejë një këngë, dikujt jo. Po tash mos shkojmë në atë klishen që më rëndësi pjesëmarrja, po unë mendoj që është një platformë shumë e mirë e promovimit të artistëve, sidomos gjenerata të reja. Domethënë është një shans që duhet ta shfrytëzoj çdo i ri që mendon që ka talent, duhet të aplikojë, duhet të provojë, sepse është një skenë madhështore edhe është një orkestër që performon live. Domethënë është gjithë ato që ofrohen si infrastrukturë falas për çdo talent për me mujt me shfaq talentin e vet edhe me dhe mbi gjitha këta emra do të mbesin në histori, sepse është shënimi i një epoke të re, i historisë tonë kulturore, i historisë së këngës së Kosovës edhe festivalit, do të thotë jo vetëm si medium, po për gjithë Kosovën, kështu që është vërtet e rëndësishme dhe kikën e kemi nga radio, sepse disa dëshirojnë edhe me ditë se çka po punon, radio ka qenë pjesë, dhe është pjesë edhe e përgatitjeve të brendshme, jo vetëm për të plasuar edhe për cilë, por të kemi edhe diçka si producent. Kika bashkë aty edhe nuk është që si më thonë unë në radhë bare kam radio dhe radio për mu është gjithçka, kështu që ne po mundohemi bashkë që me domethënë përmendën edhe gjatë ditëve të kaluara që cila është puna jote aty për shembull është në festival ne ta nxjerrim festivalin, domethënë ti mundesh me pas një titull producent ose me qenë drejtor artistik, po i bën gjitha punët e mundshme të fillu prej pastrimit të karrikave që gjithë, domethënë sepse është një qëllim. Qëllimi është si të shkohet tutje me festivalin. Dhe kjo gjë për shembull mund ka bëu përshtypje për të mirë, sepse edhe ne si radio bashkë me drejtorin Halili edhe këtë ekipin, domethënë këtë kemi pas për qëllim. Domethënë na po i rrim mbrapa asaj që është festivali, edhe për këtë përgëzoj drejtor, sepse vërtet është shumë punë e mirë kur ti e ke një mbështetje prej drejtorit. Absolutisht. Aden, se na muj me pas ide, muj me pas po shpesh herë idetë mbesin në letër dhe nuk realizohen, kështu që ishte Trëndelina në fakt që Trëndelina Bucolli që na ka bë këtë road to festival së rruga e ka kanalizuar idenë në fakt ka me shku edhe ne thjesht po e përmbushim të të pas edhe ty këtu në radio. Beta pak bërshte skema programore se fillova pak, po na veç e dim, po nashta dëgjuesit është mirë me tregu. Që na kemi një skemë që kemi filluar prej 20 dhe do të përfundoj deri pas netve live, do të ketë edhe post festival një emision special. Domethënë është një maraton ditore 5 ditë në javë prej të hënës deri të premten në kanalin e dytë, fillon prej orës 10 në zemjet, e kemi orën e parë pak. I kthejmë do këngë më të vjetra, pastaj prej orës 11 deri në orën 12 vazhdon domethënë maratona në kanalin e parë, ku kemi mosafir të ftuar të ndryshëm, këngëtar, talent, kompozitor, domethënë gjithë ata që përbëjnë festivalin, edhe është një platformë e përbashkët ku ndahen emocionet. Ideja është që jo vetëm ta bëjmë një emision sa për ta bërë, por të evokojmë edhe kujtimet, kthehemi pak edhe në të kaluarën, në kohën kur kemi një traditë shumë të pasur muzikore si Kosovë, kujtojmë këto akordet e Kosovës, nuk ka nisë gjithçka me neve. Edhe ideja është që të ftojmë edhe artistat e ri që marrin pjesë në festival, por edhe ata që kanë marrë pjesë në të kaluarën, që ndajmë përvojat e tyre, emocionet e tyre, kujtimet, edhe të bëhet një emision normal, edhe muzikor i mirë, edhe emocional, edhe domethënë të jetë një platformë e përbashkët ku mlidhen gjithë, edhe ta ofrojmë atë për publikun. Domethënë ajo që është misioni jonë si transmetues publik edhe si radio, natyrisht që publiku është ai që na vlerëson edhe na duhet punojmë vazhdimisht për ta, edhe të japim maksimumin e mundshëm. Tash ata na gjykojnë neve sapo mundëm ja dalë, sapo kemi sukses këtë punë tonë. Sepse po ne po mundohemi si shtojnë gjuhën popullore me ja bë argatën,
që me qenë sa më afër edhe me adin si, domethënë kur e mendon këtë pjesën e realizimit një skenë kaq të madhe, kaq gigante, vetëm fakti që ti del me një skenë tillë është kogja e rëndësishme për fillim karrierën e dikujt. Pastaj ne si Radio Kosova gjithmonë, po edhe përpara, më kujtohet për shembull Qendresa Krelani që tash është në televizion. Ajo i ka pas disa prej artistëve që sot gjën bo emra, i ka pas për herë parë pikërisht në këtë vendin ku je ulti. Edhe në këtë studio ku jemi tash bashkë. Shumë të tillë, mund ka rastis Capital T për shembull për herë të parë kam intervistuar. Për herë të parë ka qenë te Qendresa Krelani. E vërtet, don kam dëgjuar këto dhe masi ka marrë detyrë, edhe ju më keni njoftuar që mas pare performancën e parë, domethënë paraqitjen e parë, debutimin e parë kam pas në Radio Kosovë. Ne ka pas edhe Capital T kur ka marrë këtu. Kështu që është me të vërtetë emocion dhe sa herë kujtohet se sa emër i madh është bërë. Dhe jo vetëm në muzikë, por në shumë ngjarje dhe në shumë evenimente dhe në shumë fusha tjera, për herë të parë janë intervistuar pikërisht në Radio Kosovë. Nëse kjo vazhdon me ndodhë, absolutisht ne kemi përmbushur misionin tonë. Si ideja jona është që ti përkrahim këta talente dhe të marrin udhën e duhur. Domethënë perspektiva është e tyre dhe natyrisht që na duhet të synojmë edhe kufit, jo vetëm kufit e brendshëm, por edhe ata ndërkombëtar, dhash Zoti që së shpejti angazhimi ekziston i menaxhmentit, që të jemi edhe pjesë e Eurovisionit, po janë disa pengesa politike të vazhdueshme që megjithatë s'po mund të tejkalohen. Po besoj që me kohë, sepse do të inkurajoheshin edhe më shumë edhe të rinë, domethënë që të marrin pjesë. Po megjithatë edhe kjo formë që është duke ekzistuar është një përvojë shumë e mirë. Fillimisht ndoshta ka pas skeptikizëm, sa mund t'ia dalim, domethënë ka pas dilema, a mund të organizojë RTK-ja. Kjo dëshmuar në 2 vitet e kaluara që RTK-ja ka njerëz profesionistë brenda vetës që mundën me pas barën kryesore të organizimit të festivalit, edhe ja ka dalë, po besoj faqe barë. Po flitet dhe presim të shkojmë që do të jetë shumë më mirë, nuk e kemi drejtorin general së udhëtuesit në detyrë, zotri vendosin për shkak të angazhimeve na mungon, por flitet që është e vërtetë që ka më pak buxhet këtë vit për festivalin? Ka më pak buxhet, po besoj që do t'ja dalim. Domethënë besoj që nuk është shumë problem i madh. Megjithatë këto sfidat buxhetore na kanë përcjell vazhdimisht si transmetues publik, kemi pasur telashe të vazhdueshme. Tash puna e RTK-s varet edhe prej formimit të institucioneve, kemi pas një krizë institucionale përgjithësi në Kosovë. Po mirë është që ka qenë një zotim më hershëm i Ministrisë së Kulturës dhe i kanë dhënë mjetet për 3 vjet i ka zotuar, domethënë 3 vjet e festivalit si mbështetje për këtë projekt. Dhe besoj që do t'ja dalim me sukses. Një punë e madhe është duke u bërë në prapa skena, na po flasim këtu, njerëz dhe mund të na dëgjojnë, mund të na shohin, po prapa nesh është të punu një ekip i tërë. Patjetër. Si në radio, si në televizion, ekipe teknike, redaksia muzikës, mos t'i përmendim emra se tani harroj dikën e mos hatrohet. Po i falenderoj gjithë për angazhimin e përbashkët, për vullnetin edhe për një gatishmëri, edhe një elan që kemi, një adrenalin të vëdeshme. Po kemi që kjo është pak edhe çështje kombëtare që kur bëhet fjalë diçka për historinë e kombit tonë shumë me vullnet edhe shumë pa shikuar se kush po e bën e çfarë po bën, edhe angazhohemi gjithë, kemi dëshmuar ndër shekuj dhe po vazhdon e kemi në gjenet tona. Në fakt Krejt Radio është festë gjatë saj kohë, domethënë është festa vetë. Absolutisht, domethënë pajtohemi ato që e the, mendoj që mos kthehemi te ajo thënia klishe që nuk nis gjithçka prej neve. Domethënë ai që harron të kaluamën, edhe na as duhet të harrojmë për shkak se jemi krenar me të kaluamën tonë muzikore dhe artistike. Domethënë jo vetëm të akordet e Kosovës, po është edhe pjesëmarrja në Jugovision, domethënë pjesëmarrja e artistave nga Kosova, si Armend Regjepagagiçi, Aida Baraku, po ashtu kemi Triorona Gili me bashkëshortin e saj, Violeta Regjepagagiçi. Domethënë kanë përfaqësuar Kosovën denjësisht në festivalet e kohës, domethënë atëherë ka qenë Jugovisioni, kanë përfaqësuar atëherë. Edhe është një realisht trashëgimi shumë e madhe e jona që duhet ta vlerësojmë, ta respektojmë, ta qesim në pa dhe të thonë që na çfarë muzike kemi kultivuar në atë kohë. Domethënë mënyra që është kultivuar në atë kohë muzika, mund ka raste edhe gjatë kohës kur kemi pas digitalizimin, se desha mund të lidh pak edhe me këto kur dëgjova digitalizimi, sepse kjo është pjesë shumë e rëndësishme. Edicioni si vjetëm i festivalit këngës do të kthehet pak edhe në histori, domethënë në periudhën e mëhershme do të kujtohen edhe figura që kanë dhënë kontribut, edhe do të japen mirënjohje për figura që kanë dhënë kontribut në akordet e Kosovës. Edhe Radio Kosova, domethënë vitet e fundit ka luajtur një rol shumë të rëndësishëm për mi zbardh këto materiale. Domethënë kemi arritur me përmbyll një proces digitalizimit që ka qenë në përshirita, domethënë ka qenë rrezik për u shkatru, domethënë për shkak të vjetërsisë dhe kohës. Kemi arritur që për mendimin e stafit teknik IT-s dhe krejt ekipit të Radio Kosovës ti rikthejmë ato materiale, ti restaurojmë dhe ti kthejmë për publikun. Këto materiale tona që janë digitalizuar Radio Kosovës po përdoren tash edhe për festivalin e këngës, edhe do të jenë pjesë e këtij edicioni që ne do ta
do ta ndjekim në netët live. E që më saktë është nata dytë ku do të jepet më shumë hapësirë pikërisht kësaj pjese për cilën po flet drejtori. Është një emocion i veçantë tani kur kam dëgjuar ato këngë, domethënë është një recetje, domethënë për mënyrën çysh kanë arritur me bëu atë krimtari, qoftë radiodramat, mënyrën çysh janë krijuar se nuk kanë pas teknologji të avancuar sikurse ne tash. Domethënë mënyra çysh janë realizuar efekte tonike, mënyra çysh janë bëu ajka e muzikës, e shtresës intelektuale të Kosovës kanë qenë angazhuar në Radio Prishtinë. Njerëz që kanë përjetuar atë kohë thonë që mezi s'kan prit më ardh domethënë një herë me shkel shkollët e Radio Prishtinës. Domethënë ku është me mri çat standard, çat tash normal ka një divergjencë, ka domethënë media të ndryshme, nuk është situata pas sikur atëherë kur e tregoni edhe zonja Gërmizaj, do thotë ikona e njohur Drita Gërmizaj se si edhe ka qenë në audicione për me u pranu tek akordet që është dashur me u shqiptu për një shkronjë, ndërsa që nuk është shqiptu si duhet i është dashur disa herë. Do thotë ka qenë shumë një mund i madh, edhe kanë qenë të themi të rrept në atë, dhe për këtë arsye ka pas edhe mjaft sukses edhe cilësi. Besoj që edhe festivali ynë me këtë siç ka filluar edicionin e tretë dhe po shkon gjithçka mirë, me sa po shohim kemi edhe çfarë të shohim. Radio Kosova do të merr pjesë edhe në këto 3 net të festivalit. Nëse mundesh pak edhe për publikun me tregu çfarë do të ketë nga Radio Kosova ato 3 net. Po, ne jemi përpjekur në kuadër të skemas programore, ma shumë ka qenë prapasken, domethënë ne kam mbështet edhe kryeredaktorin, redaktor përgjithës, po edhe gjithë ekipin me ide sa ka mujt edhe sa ju e keni konkretizuar në fakt skeman programore. Kemi bo përpjekje në farë mënyrë që mos të ketë program të njëjtë, po të ketë dy të ndryshme nga njëjta familje, domethënë Radio Kosova 1 dhe Radio Kosova 2, e kemi ndo pa konceptin programor. Radio Kosova 2 do të merret pak më shumë me prapaskenat e festivalit, gjithë ata që përbëjnë festivalin, emocionet që janë prapaskena, edhe në netet live, domethënë 3 netet live festivalit, ndërsa Radio Kosova do të merret me pjesën e artistave, performancën e tyre këngëtar. Ne vjetë kemi testu dhe kemi pas një ekip mobil lëviz propa gjatë netve live në pas kuintave. Domethënë që dëshmuar shumë e suksesshme, ka qenë një natë disa net shumë gazmore domethënë me ekipit. Bile në njëra prej netve që kam përcjellur on live prej sallës, shpesh janë dëgjuar dhe bërhorit në prapaskenë se kisha një farsikleti. Mos pe prishëm qetësinë, po megjithatë që ajo adrenalina më ka krijuar një farë ndjenje pozitive. Kisha nevojë edhe me pa live festivalin që përshkon, po edhe me shku te ekipi i Radio Kosovës, se kisha nevojë me ditë pse po gëzohen kaq shumë çakana, çfarë kënaqësie. Një të ndjenjë që pasur dhon vitin e kaluar, sepse unë isha në kanalin e parë ne duke transmetuar shumë shpesh që marrë ne mi dëgjuar po kënaqen këta të kanalit ditë, kështu që ka një atmosferë e zakonshme, po besoj që edhe si vjet, domethënë Radio Kosova ka barën e organizimit të prapaskenës. Patjetër. Besoj edhe si vjet do ta vojmë, do ta japim provimin sikurse vitin e kaluar. Normal kjo përmbajtje do të publikohet edhe në platformat tona sociale, përveç që do të jetë edhe në transmetim dysh. Në kanalin e parë do transmetohen netët live, domethënë pjesa tjetër programore, ndërsa kësaj dhe prapaskenat, të cilat unë mendoj që duhet të reprizohen edhe të nesërme, se ndoshta njerëzit nuk kanë mundësi në jetën kohë me dëgjuar dy programe të mira. E qartë. Kështu që po besoj që do të kenë mundësi edhe do të kenë alternativa për me mujt me. Edhe mos harrojmë që këto të gjitha videot munden me i pa edhe në Facebook, në njërin anë shohim festivalin se si po shkon, por në anën tjetër shohin edhe backstage-in, pra paskenën se çfarë po ndodhet gjatë netëve të festivalit, kështu që duhen me ndet vazhdimisht kyçun edhe në Facebook tek Radio Kosova me shpërndame misht për me mujt edhe me pa më mirë. Domethënë gjithçka nis nga radio. Gjithçka nis televizioni Kosovës. M'fal, ta dim ku jemi. Festivalin Akordet e Kosovës me sa di, fillimisht e ka nis Radio Prishtina. Edhe janë nxezuar këngët pikërisht në radio. Në këto ambientet ku jemi tash, domethënë, bile kjo studio këtu ka qenë studio ku ka edhe inqizime, për shembull grupi Make, gjithë ato që janë bërë, kjo studio ka qenë studio inqizimeve. Për këtë më ka tregu Gjevdet Gashi, kompozitori Joni Njohun, po edhe të tjerë cilët kanë qenë mbrapa, kanë qëndruar aty dhe i kanë përdorur pikërisht këtë studio mirë, po kanë qenë disa kritere të cilat ka shumë histori kjo ndërtesë. I din. Edhe gjatësinë me sa di ka qenë 30 vjeçare, 3 dekada, pavarësisht që ka pas periudha kur është ndërprer. 63 deri 90 nëse zgaboj 90 po kur është mbyll.
për me bo diçka dhe privat, masi që është në pyll, se tregon edhe kompozitori Tomor Berisha në dokumentarin që ne kemi bo për radion, se si është tentu, do të thonë që të bëhet, po ka qenë shumë e vështirë në atë periudhë kur kemi qenë tokopun ka qenë shumë e vështirë që nuk kanë leju që të vazhdohet diçka e tillë. Për fatin tonë të keq, po na pakson këta njerëz, domethënë se herë nuk pikemi në mesin tonë, po e mira e gjithsej është që trashëgimia e tyre jeton për breza. Edhe kjo gjitha me digitalizimin që është bërë, sepse kishim tje edhe Arta Avdin dhe tregoj qysh e producente në festivalit, e cila tha që nuk është që kanë gjetë shumë sa i përket pamjeve arkivore, materiale televizive, materiale televizive po flasit mon. Ndërkohë ne në radio kemi një fonotek edhe një begatit shumë e pasur. Edhe drejtori e përmendi digitalizimin edhe kështu që ju televizionit mundini kur keni nevojë. Jo, është punët më të mira që është bërë edhe që na bën absolutisht krenar se domethënë pajisjet kanë qenë shumë vjetruara dhe ka qenë rrezik edhe mos mu gjinë treg. Domethënë nëse ato pajisje nuk kishin pas funksionale ende, ky fond arkivor na kish mbetur i pashfrytzuar. Se edhe shirita dëmtohen prishën me kohën. Domethënë është e ditur kjo botërisht, ka qenë momenti ndoshta i fundit, tash mundet një vjet 2-3 me zgjat, po nuk është pambarimisht nuk. Dhe gjithaj material që ka qenë për shirita është digitalizu, është pastru, është e restauru, edhe ideja është një kthy publikut. Edhe kemi filluar një emision që mbajmë çdo të diele, përveç në për skemën e përgjithshme programore që kemi në 72 që transmetohen ko pas kohë këngët, e kemi një emision special, edhe promovojmë edhe rrjetet sociale kur që dëgjuesit me qenë të orientuar kur e kanë emisionin, ka reagimet e jashtëzakonshme. Nga shiritat e radios. Nga shiritat e radios. Këngët e vjetra, domethënë takorde të Kosovës. Në çfarë ore transmetohet? Pe orës 21, domethënë është të dielën, çdo të dielë që bëhet prej redaksisë muzikës këtë rast prej Valon Bityçit, është në përkujdesjen e redaktorit muzikës. Domethënë kemi pasur një feedback, një reagim pozitiv prej dëgjuesve sepse i prekin emocion. Domethënë këto gjeneratat e mesme të vjetra, në momentin që dëgjojnë këngë, në mënyrën që janë krijuar, domethënë tekstet e këngëve, domethënë dashnia që është bërë për ato këngë, ju kam përshtypjen që kanë njerë atëherë i kanë kushtuar më shumë rëndësi se sot ta shoft edhe tekstet. Edhe tekstet. Ndoshta krimtaria e tashme muzikore i hyb vlera në të ardhmen, vlerësohet. Kështu do të jetë, sepse ndoshta ka të bëjë pak edhe me nostalgjinë, po e sheh patjetër. Ne këngë që kënu atëherë. Vitet po ikin. Po besoj që domethënë është rrjedhë natyrshme, domethënë po është një emocion i papërshkrueshëm, njerëz në mënyrën që na shkruajnë, kërkojnë, i dinë këngë tekstet, apo është e kemi bërë një punë besoj të mirë. Tekstet gjithë i dimë edhe nga fëmijëria, shumë këngë që na mbesin mendje. Pas jemi në fund fare ka diçka që ndoshta nuk kemi përmend për këtë edicion të tretë të festivalit që ka të bëjë edhe me RTK Radion. Një kritikë kam për ju. Pesha që pas ka nisë përfundim mandatit me Lëviz Karriga. Zdia keni bojt tendencioze me qëllë. Besa, me diktatori që zëri dure një në këtu. Edhe me pasi është të ndjenja. Në vend si jo, me marqit një karrik të fort, të pa lëkundër. Kështu lëkundër ne qdo të drejton. Lëkundër dhe TikTok, 50 minuta. Ne do dalim film kafe bashkë, pas emisionit dhe të pysë, si po ndjesh, ke problem me kosmodisku? Se unë e besa avion sa e kika. Pak humor dhe shaka se nuk është gjithçka edhe ndoshta përgjithësi unë e falenderoj drejtorin edhe për studiot kur kemi filluar për herë të parë transmetimin edhe në televizion që vërtet ma kalon dorë laur del këqër me çat buxhetet që e kemi zgjedhë çfarë dush karika dhe me të vërtetë i kemi marrë më të mirat në kanalin e parë, por ndoshta në përgjithësi duhemi edhe me i rujt pak, por edhe ata të cilët janë përgjegjës pak më shumë me kujdes për buxhetin e RTK-s në përgjithësi, sepse RTK-ja nuk është partijake, këtë duhet ta hekim nga mendja. Kjo është e popullit, duhet me i taku popullit. Edhe duhemi me u kujdes qytetarët me shumë xhelozi me rujt këtë medium edhe këtë institucion. Kështu që pak më shumë buxhet për RTK-n shaka me një anë sepse. Kjo na takon edhe me ligj, besoj që me krijimin e institucioneve tash. Se vetëm na blen drejtori vet karika. Jo, kemi pas sfida të vazhdueshme për investime kapitale, shpesh dash të kombinuar me forma ndryshme të bashkëpunimit me marketing, me kompenzim. Po ideja është që institucioni radio duhet të përparoj me teknologjinë, qoftë radio, qoftë televizioni, duhet të blejnë pajisjet e reja, kushtet e punës punëtorëve, përveç paga, po edhe pagat duhet motivojnë punëtorë, domethënë punëtorë që punojnë, pagat kanë mbetur pa ndryshueshme në edhe kontratat. Edhe është pak vështirë edhe me mbajt vazhdimisht punëtorët të motivuar, duhet me fjalë të mira, me punën që e bëjmë mi përgëzu për ditë sa kemi mundësi, natyrisht me pas mundësi edhe për pagë me rrit.
është kriju përpara një përshtypje që në RTK janë pagat e larta, absolutisht nuk ka qenë dikur në të kaluar, po tash nuk është situata e tillë. Besoj që në të ardhmen edhe do të krijohen kushtet më të mira dhe për punëtorët të jenë edhe motivuar. Unë e di që për edhe të arrisim cilësinë programore në vazhdimsi që ti meritojmë ato paga. E di që për radio më bën shumë dhe jemi në minutat e fundit, kemi ani vesën e vjosën. Karikën në zyre e ke të mirë, stabile. Do e ndrosh me tonë? Jo, aty do ta mbaj stabile, aty kujdesem vetë. Ja dora për sinceritetin. Po shpresojmë shumë që kështu do të jetë zrealili që ne patjetër që Radio Televizion Kosovës edhe punëtorët, sepse ne ashtu qysh e the, ka qenë gjithmonë kjo ideja që nëse ata në RTK i kanë rrogat e larta ku ta dione, po flasim për këtë pjesë, po një pagë e mirë stimulon edhe një punëtor që me vazhdu edhe me realizu edhe festivalin e këngës, sepse festivali i këngës ka kosto të vetën. Festivali që të realizohet 3 ditë është një punë, po them këtë për dëgjues sepse edhe Laura edhe justi drejtor as më tepër e dini se si sa çfarë kostoj është dhe që të realizohet një festival, të realizohet një radiodram të çka do që ka të bëjë me diçka krijuese e ka koston e vet e cila duhet të jetë aty dhe shpesh herë Radio Televizioni i Kosovës në këto vite kanë përshtypjen sikur ka mbet për shkak se nuk ka pasur ku njerëzit në kuptimin për me kriju diçka të mirë. Ne ashtu që përmendi edhe drejtori pakës më përpara është që pothuajse me shumë pak buxhet jemi të realizu këtë edicion të këtë tani po them më përpara. Problemi është që nëse i shikojmë të gjitha festivalet që ndodhen gjithandej në përbot, qoftë ato filmike ose ato cilat janë muzikore, është një kosto shumë e madhe, i jepen parë shumë të mëdha, dhe normalisht aty mjafton i mbledh njerëzit, i ki idetë edhe realizon. Domethënë kam përshtypjen sikur vetë edhe kjo duhet të jetë edhe një thirrje edhe për Ministrinë e Kulturës, po edhe për shtetin në përgjithësi. Edhe të infrastrukturës. Ne promovojmë diçka që është e jona, që ne po prodhojmë. Kjo është shumë e rëndësishme, diçka që vjen prej Kosovës. Unë personalisht kam pas rastin me të disa prej këngëve janë fantastike për shembull si vjet. Qysh kanë qenë viteve të kaluara. Sepse edhe me objekte me keq, edhe infrastruktura duhet të ideja RTK si transmetues publik, unë mendoj që duhet të jepet vëmendje duhur, domethënë edhe mbështetje duhur institucionale prej kuvendit si themelues, për shkak se kjo na takon me ligj. Domethënë një transmetues i fortë, një RTK fort, domethënë e zhvillon edhe demokracinë në vend. Çdo respekt edhe për media tjera komerciale, po megjithatë ata kanë interesa më të ngushta. Mundë me mbrojtje interesat e pronorit saktum, mundë me pas. RTK e mbrojnë interesin e publikut. Domethënë një RTK e fuqishme është një rregulator edhe për media tjera. Domethënë nëse RTK-s nuk i japet dobësot RTK si institucion publik, domethënë mediatik, domethënë mos prit edhe prej mediave tjera që kanë me pas një farë. Edhe dobësot shpilla e 4 e një shteti, që duhet ta kemi parasysh. Besoj që kjo është kuptuar, do të kuptohet edhe në të ardhmen me krijimin e institucioneve të shtreja. Besoj që do të na japet edhe buxheti që na takon me ligj, në mënyrë që na të prodhojmë edhe më mirë edhe më shumë edhe më ta dëshmojmë veten që dim, mundim edhe ja dalim. Është një diçka tjetër, domethënë thuhet që kur vin një delegacion i huj në Kosovë, e para është kur futen në vetur për me dëgju, dëshirojnë të dëgjojnë radion publike. Sepse përmes asaj se çfarë dëgjojnë në radion publike e kuptojnë se ku po shkojnë dhe se si është gjendja. Kjo ka shumë rëndësi. Kështu që këtë ne duhet ta kemi gjithmonë parasysh edhe të vazhdojmë tutje me cilën gjana të mira, besoj, zotëria Lili. Me që jemi në fund, nuk e di, jemi gati të përmbyll. E përmbyllëm. Kështu na mundë me fol për festivalin dhe për radion edhe më shumë. Besoj që elementet kryesore veç i cekom gjatë këtij bashkëbisedimi, ajo që du edhe një herë për fund është njoftu dëgjues me qëndru me kanalet e Radio Kosovës. Domethënë me skemën speciale programore prej orës 10, po jo vetëm prej orës 10, domethënë na kemi program 18 vazhdueshëm, po besoj që do të kenë çka të dëgjojnë. Domethënë kemi artistë ndryshëm që i kanë të konfirmuar, vazhdimisht në bazë ditore konfirmojnë artistë, pjesëmarrës të rinj të festivalit, domethënë edhe kompozitorë, gjithë ata që përbëjnë festivalin qoftë në Radio Kosova 1, Radio Kosova 2, po ashtu edhe të ndjekin platformat tona të Radio Kosovës në Facebook edhe në YouTube. Në YouTube, po. Drejtor, për fund, faleminderit që ishit. Unë do e falenderoj edhe nga këto 20 vite përvoj pune,
më ka rastisë dhe kam intervistu gjithë secilin drejtor të radios. Dhe kom pas një lloj djersitje gjatë intervistës si një frigo respekt. Çuditërisht me zotria Lili nuk e kam, dhe kjo tregon që është shumë, pavarësisht çdo gjëje, është shumë i shoqënueshëm edhe i hapun, nuk e ka atë, me thënë, burokracinë që më ndërprej murin, ti je punëtori edhe unë jam drejtori dhe ti zguxon dush me mundrit, kështu që faleminderit që na ke bëu mos me mundrit. Faleminderit, fakti që ma keni Edhe unë timi. Nuk po tutemi. Fakti që keni qitë këtë karrikë jo stabile. Është diçka tjetër të lëu të nisë blog, kështu se. Faleminderit. Asim Haliri, hakiki ka unë Laura Kryziu, përshëndesim të. Laura Kryziu.